gruaja e ka shumë let me hinë xhenetet e Allahut azza wa jall. Kështu sa shkurt e ka përshkruar Rasuli alayhi salam, çka do të më bani grua për me hinë xhenet prej secilës derë xheneti që don. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, nëse gruaja i fal 5 kohë të namazit, që i ka obligim, e agjeron muajin e Ramadan, që ka obligim, e ruan moralin e sajna, edhe i bindet burrit sajna, këto 4 gjana, ka me hinë xhenet prej cilës derë xheneti që don. E fal saleh, e agjeron Ramadan, e ruan moralin, edhe i bindet burrit sajna. E sa prej nanave tona e prej motrave tona ka që elhamdulillahi rabbil alamin i bajnë këto gjana. Shef sa thjesht musliman. Saleh, më fal, është tirë. Mirë po shumë prej muslimanëve bajnë elhamdulillahi rabbil alamin. Agjerimin e bajnë shumë. Me rujt moralin e tyne e ruajnë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ka shumë prej muslimanëve që e ruajnë moralin e tyne. Edhe fundit mi u bind burrit sajna. Në këta pak i ka ngus shejtani. Allah na ruaj në këtë kohë me demek ja ka bë, nuk është ma që shpotërit atrit, nuk është ma me ngu burrin. Ti mos e ngo burrin pse ai është burr, edhe ai do të më vetë. Ti adhuroa Allahun azza wa jall duke ju bind burrit. E ka shumë prej muslimanëve që kanë jetë mirë me burrat e tyne. Elhamdulillahi rabbil alamin. Kështu që nuk ka diçka më lehtë me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall se sa kjo e myshde për muslimanët.